Kemi ndjekur sot disa prej deklarimeve fillimisht të qytetarëve në lidhje me procesin e votimit, disa preferuan kafe, nuk e di nëse Ardian Gjini, sigurisht se po kafen e parë ndoshta tashmë e ka shiju, unë deri tash i kam pi 2, jem gati për të tretën, po pres nëse dikush do të sjell këtu në studio. E nisi ti më shumë për çaj, se sa për kafe. Po çaj po pas bukës. Po, dhe kur të përfundojmë bukën në pjesën tjetër të ekranit, posa që të rregullohemi edhe pak me pamjen, posa Ardian Gjinit e kemi Erden Atiqen, kandidatin prej Lëvizjes dhe Vendosje, që është gati për të votuar. Në fokus të parë, Ardian Gjini, që është në Gjakov, duke u përgati për të votuar në këtë proces. I kemi në pamje 2 kryetarë të drejtaneshëm, njërin nga Gjakova, njërin nga Mitrovica e Veriut, për Ardian Gjini nga Alianca për Armiqin e Kosovës dhe Erden Atiq nga Lëvizja vetë Vendosje, që po e shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës në kohën e njëjtë, por që falë operatorëve tanë dhe stafit tanë, jemi duke përcjellur që të dy në mënyrë të drejtë për drejtë për mënyrën se si ata po votojnë. Në Mitrovicën e Veriut janë 10 kandidatë që synojnë garen për komunën e Mitrovicës së Veriut, pra 10 kandidatë për kryetar, 3 partitë me shumicës shqiptare kanë garues. Në fakt është një iniciativë qytetare e Mitrovicës, më pas është nga Partia Demokratike dhe nga Lëvizja e Vendosjes, si dhe nga subjektet e tjera që i përfaqësojnë ose janë pjesë e komunitetit serb që kanë kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Ardian Gjini, kryetari aktual i komunës së Gjakovës, që vjen nga radhët e Aleancës për Ardhurinë e Kosovës, tashmë ka hyrë në vendvotim tek salla, aty tek klasa ku e ka edhe emrin, është i shoqëruar me anëtarë tjerë të familjes, derisa Erden Atiqin po e shohim vetëm në pjesën tjetër të ekranit, teksa tashmë ka marrë edhe fletë votimit, të cilin po vendos aty një tik apo një X, nuk po besoj që do ta bëjt pavlefshme këtë votë të tij, me që njëjti synon edhe një mandat në krye të kësaj komune, sikurse edhe rivalet e tij politik që janë në garë me të. Mirë që përmendet tikun apo X-in, që të dyja janë të vlefshme. Po, çfarë fjalë për diçka tjetër, po sydhi. Nëse vendosin tik apo X në atë kornizën, atë katrorin që është e shënuar tek fleta e votimit, është e sakta dhe e vlefshme, por nëse i bie X tërësisht fletës të votimit, atëherë normalisht që është e pavlefshme. Pra të mos kënë ndonjë dyshim për mënyrën e votimit X tek ndonjë shenjë, pra vetëm është e rëndësishme që të bëhet ndonjë shenjë mbi katrorin që është i vendosur tek emri i kandidatëve ose i numri i subjektit politik, që të gjitha pra ato janë të vlefshme si vota. Tashti po besoj dhe kemi edhe një paraqitje për media nga Erden Atiq, e që do ta dëgjojmë drejt për drejt nga Mitrovica e Veriut, e që më pas do ta dëgjojmë edhe Ardian Gjini nga Gjakova, komentet e tyre të para pas shfrytëzimit të drejtës së tyre të votës. Tash pra me gjase kemi më shpejt që do të dalë para mediave Erden Atiq nga Lëvizja e Vendosjes, atë do ta dëgjojmë fjalën e tij që tashmë vetëse ju afrua gazetarëve që janë andej. Po, përshëndetje. Unë sapo votova në këto zgjedhje të rregullta lokale në shkollën teknike në komunën e Veriut të Mitrovicës. I bëj thirrje